konstatimet dhe përshtypjet që ka formuar ai nga këto komunikime, të cilat të ndihmuan për të dalë në përfundimin që tha që nuk kishte autoritetin për të nënshkruar marrëveshjen e Rambujës dhe se i duhej miratimi i komandantëve të zonave për ta bërë këtë. Paul Williams ka qenë këshilltar falas për delegacionin kosovar në Rambuje në shkurt dhe mars të 1999-s. Ai ka ndihmuar delegacionin për hartimin e propozimit të tyre dhe negociatat në marrëveshjen e Rambujës. Po ashtu ka marrë pjesë në takime me delegacionin kosovar dhe me figura ndërkombëtare dhe me diasporën e Kosovës dhe ka dhënë informata për shtypin në emër të delegacionit. Ai do t'i jap dëshmi për procesin vendimarrjes të delegacionit dhe objektivat e delegacionit, si dhe diskutimet që janë bërë për nevojën për demilitarizim dhe transformim të UÇK-s. Dr. Williams pashtu t'i jap dëshmi për komunikimet që ka pasur me të gjithë anëtarët e delegacionit kosovar, mes të cilëve dhe Hashim Thaçi. Konstatimet dhe përshtypjet që ka formuar ai nga këto komunikime, të cilat të ndihmuan për të dalë në përfundimin që tha që nuk kishte autoritetin për të nënshkruar marrëveshjen e Rambujës dhe se i duhej miratimi i komandantëve të zonave për ta bërë këtë. Zyrtarisht jam zgjedhur rreth 10 ditë përpara se të mblidhej të organizoheshin negociatat e Rambujës. Më ishte thënë më herët nga Bukoshi, dhe më kishte thënë nëse do të ketë bisedime për paqe në Rambuje, atëherë do të kërkonte praninë time. Dhe kjo për shkak të punës që kisha bërë për negociatat e verës, të ashtu quajturat Hill edhe të Holbrooke në tetor. Pyetje: kur jeni përfshirë për herë të parë në Kosovë? Ju thatë në verë, tetor, negociatat e verës dhe të tetorit, po konkretisht kur? Përgjigje, që ta sqarojmë. Gjatë verës dhe të vjeshtës të 98-ës, po punoja me Bujar Bukoshin dhe përmes tij me Rugovën. Dhe deri diku dhe me Beton Serrojin, duke koordinuar ngushtë me diasporën shqiptare në Amerikë që kishin marrëdhënie me këta persona. Dhe ata kërkuan ndihmën time pro bono, udhëzime pro bono, lidhur me aspektet që do të negocioheshin. Fizikisht nuk kam shkuar në asnjë vend, kam qenë në Washington dhe në New York vetëm për të marrë pjesë në negociata. Sikurse dhe bëra për ndryshe nga Rambuja, më falni, ku shkova fizikisht. Pyetje: kush ju zgjodhi si delegacion, si këshilltar të delegacionit? Përgjigje: më ftoi Bujar Bukoshi në emër të presidentit Rugova. Të shkoja në Rambuje, të udhtoja drejt Rambujes dhe të merra pjesë në bisedimet në shkurt, më 7 shkurt. Është bërë një vendim, është marrë një vendim zyrtar me konsensus nga delegacioni kosovar në Rambuje, përmes të cilit më ftuan të shkoja në Shato, tek kështjella ku mbajnë bisedimet, dhe të isha këshilltari i tyre juridik, këshilltari ligjor. Edhe Edita Tahiri e ka nënshkruar këtë dhe Bajram Kosumi këtë deklaratë zyrtare. Sa i takon Rambujes, mua më kërkuar që të përpiloj të përgatis pra gjuhën e cila ishte sa më gjithë përfshirëse që t'ishte e mundur për të siguruar që Tribunali Penal Ndërkombëtar për Jugosllavin të ishte në gjendje, në një farë mënyrë pra, që të kishte gjitha përgjegjësitë e veta dhe kompetencat për të zbatuar mandatin e tij. Gjatë ditës së parë apo ditës së dytë, ditëve të para kur isha në kështjellën aty, u më ftuan që të jepja një prezantim delegacionit të Kosovës për 4 pika tema. Tema e 4 ishte jurisdiksioni dhe aktivitetet, pra hetimet, akuzat
e gjykatës e Tribunalit për Ish Jugosllavin. Të gjithë anëtarët e delegacionit ishin të pranishëm aty. Kjo përfshinte edhe mësime që kishim mësuar, kishim nxjerrë nga koha kur unë punoja si këshilltar ligjor për bosnjakët në negociatat në Dayton.